Njerëzit thonë du ndryshimin dhe kur ti u shkoje përballë në fshatra, në lagje, thonë po hajde, bëhemi bashkë për ndryshimin. Po kjo punë kërkon nder, kërkon karakter, kërkon rezistencë. Po. A ke lek? Do në hapësh në i lek? Dhe kjo gjë mua më bënde të vuaja shumë brenda vetes time dhe thash prit pak. Ore, mos kemi një problem në ADN kulturore në si shoqëri. Unë mendoj që po. E kemi. Por nuk është faji, është faji atyre që na kanë qeverisur. Do ta them dhe konkluzionin që un kam në veten time. Atëherë unë vendosa dhe mora të gjithë autorët, nga Sami Frashi tek Faji Konica, nga Broko Mërxhani tek Kris Maloku, të gjithë autorët e viteve 900, fillimit viteve 900, 1920, 30, të gjithë autorët. I lexova dhe unë pash që ore ne nuk na kanë munguar mendimtarët. Ne kemi patur mendimtarët dhe kanë thënë gjëra të mrekullueshme, për shembull Sami Frashi tek Shqipëria çka qen ç'është, ç'do të bëhet. Thotë ore ne na duhet një Shqipëri mendonjëse. Ajo është një traktat qeverisës. Ajo është pra. Ajo nuk ka nevojë fare për pushtetut, Shqipëria s'ka nevojë fare për ligje, s'ka nevojë për programe. Merr librin e Sami Frashit, Shqipëria çka qen ç'është dhe ç'do të bëhet dhe ti e bën Shqipërinë lule. Po. Ta them unë, ai është libri themeltar. Dhe lexoja Branko Mërxhani që shkruante për neoshqiptarizmin. Dhe unë e huazova termin e Branko Mërxhani sepse këta e kishin varrosur si term. Por jo neoshqiptarizmi për idenë e një shqiptari të ri, pra të njeriu të ri. Po neoshqiptarizmi për idenë e një rinisje të re. Pra gjen traditën, merr elementet më mirë të traditës, i harmonizon, nuk i vendos në konflikt me modernitetin dhe i bën eficiente, efektive, jo duke rënuar karaktere, por duke ndërtuar karaktere. Jo duke rënuar vlera, por duke ndërtuar vlera, duke theksuar vlera. Jo duke krijuar projekte, por duke ndërtuar parime. I pash dhe thash, okay, prit pak, se unë këta duhet i marr, të gjithë ta autorë, duhet i sjell dhe tuarisjell shqiptarëve se u kanë fshehur.